ose Glauko Njusa është president me votat LDK-s, ose ecëm në zgjedhje. A jeni të gatshëm i ngu me dhe mi përfil kërkesat e të një? E vërtet është, si që thash, ne kemi nominuar në kryetarin tonë me datën 4, dhe kemi den hapësir edhe për të biseduar për sëri, por edhe për të krijuar mundësin që të ketë një kandidat tjetër. Në një situatë tjetër, pra edhe normale të veprimit, edhe opozita mund të kishte një kandidat tjetër, edhe ne do të mund të merrim pjesë për 2 kandidatë. Është situata normale, tash situata është ose ja bëni votat Glaukit, ose ecëm në zgjedhje. Ajo është hapi i radhës të cilin ne mirë po gatishmëri për mi dëgju dhe mi përfill kërkesat e tyre. Sigurisht që kemi pas gatishmëri për t'i trajtuar me shumë seriozitet kërkesat që kanë ardhur, edhe vazhdon të jetë vetë angazhimi i kryetarit të lëvizjes, kryeministrit Kurti, që të ketë disa takime edhe me të 2 liderët e partive politike, e ka tregu që ka gatishmëri që jo vetëm t'i dëgjojmë, por edhe t'i diskutojmë me të shohim për vendime që duhet të miren, sepse, sikur se e dini, ne jemi subjekt politik, kemi kryesin, kemi organet tona që vendosim, madje, të me thonë, për se cilin emër edhe për nën kryetarin Konjufca, ne jemi takuar në kryesi, kemi marrë vendim, e kemi diskutuar, të me thonë, edhe Këshilli i Përgjithshëm ka delegu kompetencën në kryesi, edhe kemi marrë vendim. Kështu që edhe kërkesat e tjera, sikur se edhe në të kaluarën, natyrisht se ne me shumë seriozitet do t'i trajtonim, ose do t'i trajtojmë në forumet edhe organet tona. Pra, në rast që ju jepen 59 ditë shtesë, jeni të gatshëm u ul me LDK-n me i dëgju kushtet e tëne për mi abo Glauko Njufsës votat, që kjo është... Ne kemi pritë të ndëgjojmë kushtet edhe diri me tani. Tani unë po paraqes qëndrimet e mia këtu, por e kemi bisedu... Po kushtet keni folën hava, keni folë abstrakt. Po ne s'kemi... Një emën konsensual që se kemi gjithë kur. Tash është një emën shumë konkret i përveçshëm, edhe njeri ja i bën votat, ja si bën. Lartë, me gjithë respektin, ne nuk flasim në hava. Ne jemi subjekt shumë serios. Edhe, kush ka qenë kandidat konsensual? Ne kemi bërë përpjekje, edhe ka pas diskutime, me kohë, do me thonë natyrisht, ju e dini që si janë zhvillu, do me thonë në gjarit, nuk duat të përsëris gjitha ato çështje. Tani kemi emra, ka pas edhe me 4 mars, para seancës, do me thonë emri i ministrit të punëve të jashtme Konjufsa është bërë ditur para prakesh. Edhe, të me thonë, natyrisht që ne do të bëjmë përsëri. Synimi, qëllimi jonë nuk është të shkojmë në zgjedhje të reja. Ndryshe, prej 2 partive të tjera, të cilat, si që thash, as nuk kanë ofruar ndonjë propozim, as nuk kanë pranuar në shkrimet tona, as nuk kanë marrë pjesë në seancë. Përkundër deklaratave që ne mund t'i bëjmë, jemi subjekte politike, jemi aktivist politik, edhe natyrisht se cili prej nesh bëjmë deklarata edhe politike dhe është e drejtë jona, por argumentet dhe faktet janë këto. Lëvizja Vetëvendosje ka ftuar në takime, Lëvizja Vetëvendosje ka qenë e gatshme të shqyrtoj propozimet konkrete, Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar kandidatin e vetë, pothuajse në përfundim të afatit kushtetues për t'inicuar procedurën, dhe kemi propozuar edhe kandidatin e dytë me qëllim që të inicojmë procedurën edhe të mos dështojmë. Ndërkohë që 2 parti tjera, unë të paktën nuk di, as nga takimet formale e jo formale, por as nga deklaratat publike, që ka pas diçka specifike. Pra, as emrat të përveçëm, as pranim të nënshkrimeve e as pjesëmarrje në seancë. Për çdo që ka shku është krejt në rregull, s'ka pas emra. Këto janë faktet përballë deklaratave që i ndëgjojmë qoftë në studio televizive apo në formate të tjera, e vërteta është kjo.